أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet dhe lavdërimi takon Allahut Azza wa Jalla, ndërsa salavat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, mysafirit i ka ardhur dakiki për me shku. Edhe kur e kupton njëri se i vijnë do momente, për shembull, kur një mysafir pi gurbeti vjen te ti dhe jeton me ty një 5 javë, 6 javë, kur të shkoje, dëdhem pak. Unë sot do më ju vetë aja të ju dhim të hiq që atë shku Ramazani ajo. Do thonë, a një të ndjetë që kimi safiri Allahit Azza wa Jall, ka me shku me qëto veprat e tua, shë e ki boti qëto dit, edhe ka me shku të Allah dhe ka me thonë, ja Rab, filani, i biri filani, qështu në që këtë dit, qështu ka mu. Dhe me thonë, e di se Allah Azza wa Jall, për gjdo dit Ramazani që i ka përci, shkele shko, edhe për çdo ditë Ramazani që si kanë shumë i kujdes, Allahu Azza wa Jall ka më të marrë llogari. Andaj ne sot shpresojna që ndoshta mund të jetë nota e Kadrit, që është nota e 27 me lehtë Allahu Azza wa Jall në vendin ton. Mos e lini veten të shkujdes, sidomos në çket natë. Ne nuk e dina është nota e Kadrit. Kërkues mund të thonë sigurt është nota e Kadrit. Në večën e fundit, po sot shumë shok pejgamberit alayhis salam kanë bërë beje që mund të më qenë nota e Kadrit. Edhe çdo njëri prej neve lip sot spaku, një gjysë sahati mi çu durt, edhe mos mundal të bodo. Do të thonë, çka kam para hyrje, para se me fillu ligjëratën se nëse kena temën për natën e Kadrit. Se në çesi natë, do të thonë kur vjen puna më ka nata e Kadrit, Allahu Azza wa Jall i përcakton, a di çka e përcakton? A ki më kanë gjallë deri Ramazanin tjetër? A ki më kanë smu deri Ramazanin tjetër? A ka me të sprovu Allah me dëni smuje ty, familjen tane deri Ramazanin tjetër? A kemi pa dëni bela në shtëpinë tane deri Ramazanin tjetër? Për këtë arsye lutë Allahun Azza wa Jall që të ta bëjë jetën më të mirë, do të thonë gjatë këtij vitit që vjen, nëse ky imër më jetu, nëse nuk ky imër, Allahu Azza wa Jall e mëshiroj çdo njëri prej neve. Dashur vëllezër besimtar, sot do të flasim për Muhamedi alayhi salatu wasalam me muslimanët e ri. Tani pak problem kjo është se për shembull ne nuk bëjnë atë as davet, për shembull me thirr ato që janë jo besimtar, me thirr ndjenjën e Allahut. Ama e kena si trajt, si tem, pasi që na tangon edhe na rok neve, se ka disa vllaznin që me emër janë musliman, ne kena me trajtun që si forme. Për shembull, është i pa udhëzu, nuk ka kanë në shinjat e dinit Allahut. E keni pa do xahile, do ignoranta, kur janë ka ana tjetër, atë emrin e ka musliman, është ai ka emrin Hasan, ama ignorant është. Ose ka në emër tjetër, ignorant është, ama në momentin kur hin në Islam, e ki pa i ban do gabime, menon se këtë fejen e kapi për një ditë. Ka dalë. Ne kena mi të regu se pejgamberi alayhis salam, çish i durojke, çish i mësojke, çish i delegojke tjertë mi mësu ato, edhe shka bëjke pejgamberi alayhis salam, u kallëzojke kujdesshëm, se ne dënjëherë nuk kena të kujdesshëm ka shqitësoj kategorijet njerëzve, di? Thojna, për shembull, na ka ndodhur disa vllazni që janë udhëzu, edhe masi që janë udhëzu, e kanë kop fort, masi e kanë posë e ranësht, e kanë lishu se ndoshta nejna bo shkaktar që ato e kanë lishu. Në s'kina ditë mi majtë nga të vetës edhe nga dinit Allahit Azza wa Jall. E para si pikë është, Muhamedi alayhis salam ishte jashtëzakonisht i jetur për me pranu muslimant, do të thonë për me pranu e jo muslimant islamin. Do të thonë, ai dojke këtë punë, nuk e kishte këtë punë që me thonë, valla po duhet ta pranojnë islamin. Jo vaj punë ke për me pranu njerëz të islamin, i thirrke. Pse i thirrke në islam? Se e dike se çto apshtimi o burra. Do të thonë, nuk është kjo poenta nëse na të luftu për numër. Vallai luftojnë për numër, me thonë, muslimanët janë më shumë në dynjë. Jo. Ne luftojna për mishtin njerëzit prej xhenemit mishtin xhenet. Që kjo poenta e pejgamberit alayhis salam. E Allahu Azza wa Jall, këtë që përshkruan pejgamberin alayhis salam te çka pikë. I thot ja Rasulullah. Do të thonë, kur i drejtohet në këtë formë thot Muhamedi alayhis salam shkoi deri në atë mos sa që Allahu i tha, a do me mbyt vetën ti o Muhammed, pse ata nuk janë besimtara. Shumë e gajlos ke vetën Rasulullah alayhis salam. Për shembull, çat shumë e gajlos ke vetën sa Allah i thot, apo do me mbyt vetën. Se për shembull, thirr, sulofke. Ne për shembull një herë mi thon xhamatit për hutbe për një temë, më thon përsëritë çka temë thu, ja po i kam thonë një herë. Pejgamberi alayhis salam non stop. Sonalke pse e kishte një qëllim shumë të madh. Nuk ishte qëllimi i pejgamberit alayhis salam që valla veç e lajta gojen. Oni dola hakush.
Po te dikur I del hakësh njerit, te dikur I del hakësh. Se ne do trajta vallaj, do trajta e kina gabim kështu njët. Ne menojna se I thon një herë, 2 herë, 3 herë I ki dal hakësh. A dikur I del hakësh? I del hakësh 3 herë, apo? A ki bo dhe 300 herë dua, o Allah udhëzoj filanin, a ki bo dua? A ki bo? Ti kur s'ki bo dua për dikan? I dole hakësh, mos e thu jesh këtë fjallë. Thoj njerë kam fol, s'pa muj me bind, nuk po di unë me bind, mos tu I kam dal hakësh. Pejgamberi Allahut alayhis salam thirrke non stop derisa shpirti do kemi dal, edhe s'to I kam dal hakësh njerëzve. E dashur vëllezër besimtar, Allahu azza wa jall e përshkruajti përsëri Muhamedit alayhis salam, do të thonë juve ju erdhi I dërguari I Allahut nga lloji juaj. Do të thonë pejgambert, hoxhallart, dietart nuk vijnë prej popujve të tjerë. Nuk vijnë prej pezajna, falni, jo prej popujve, prej krijesave të tjera. Për shembull, nuk janë hoxhallart edhe pejgamberët e Allahut me laçe. Pilloj tanë, gjak, mish, koc, ash, trup, qëto organi ka kitë, njët janë, edhe hoxhallarët, edhe pejgamberët, edhe dietarët, edhe krejt. Dhonë pilloj t'juve I ka bu Allahu azza wa jall, ati I vinte, se këshere për çfarë arsye, subhanallah. Kur lexon ajete kuranore, edhe e ki pak trunin e pastër, e ki t'infektum trunin, vallahi e kupton dinin e Allahut edhe kënaqesh kur e kupton çështo. Allahu azza wa jall I thot, ati I vije rand për vujtjet e juve. Shka I bje që kjo esidi, shka thot? Kur ti si popull, për shembull, ti si antari këtij populli, do të thonë pjesëtari këtij populli, pjesëtari I laçës ton, ki dhimbje, ki vujtje, edhe hoxha lip me ndje vujtjen e atij që e ka kojshi. Jo lip me thonë hoxha unë e mirjam, shka manisha ka kojshia. Pejgamberi Allahut e ka ndje dhimbjen e kujt e popullit vet. Ne menojna hoxhallarët më kanë më të mirë, këtë rahat populli pse fun tani hiç, thon kontradikte pejgamberit alayhis salam, edhe pastaj vazhdon Allahu azza wa jall, thot është I ndihshëm dhe I mëshirshëm për besimtarët. Se për shembull, dhëmshuria më e madhe, do të thon realizohet në atë momentin kur ti interesohesh për dikant që ka vujtje, se nuk është dhëmshuri mu interesu veç për atë që ka gëzim. Pse ti shkundarsëm, se po më dhimat mos më shkundarsëm. Jo me altan. Se e ban me ti, e ban me dikant tjetër. Dhëmshuri është me shkut ai që ka dhimbje. Do të thonë me krahasume si krahasime. Se mirë është me shkundarsëm. Gjunash mos më shku diku ndarsëm nëse thirr. Me ilahia po folën, se muzikë dini që është haram. Do të diskutojnë atë pjesë. Do të spodomin këtë meselë vë. I kam un pak çështja e muzikës, mendoj se kush shkon me kënaq krijesën e ka hidhur krijuesin. Kush shkon ndarse muzikë me kënaq familjarin e vetë ka hidhrua Allahu azza wa jall. Ka më dhon llogaritë Allahu pse e ka hidhruar në një moment caktuar. Në këtë rast dashur besimtar, Muhamedi alayhis salam thot, që ky hadith është hadith por me kuptu këtë që këtë temën me një koncept më drejt. Thot pejgamberi alayhis salam, shembulli im karshi tjerëve, do të thonë njerëzve të tjerë, është sikur shembulli I një njerit që e kall një zjarr. Kam ja u përkthyer kështu drejt. A e kallën e një zjarë që do, apo? E kallën një zjarë, edhe në moment është natë. Pse kallët zjarëmi? Për mundëzej, edhe dyta për me bo dritë. Në moment kur kallët zjarëmi, thot pejgamberi alayhis salam, kur bo dritë, e keni pa, rreth asajna mledhen insekte, rreth dritës. E keni pa në balkon kër e kallë një dritën, të mledhen insektet e lamba. Njëtë kur kallët zjarë, vinë insektet se ka dritë. Ama, kur vinë insektet, binë zjarë, se nëzet I madhë. Pejgamberi alayhis salam thot, ai njeriu I cili është e zarmi që e ka kallë zarmin, mundohet insektet mi largu, që mos djegën. E thot shembulli këtij është sikur shembulli im që unë e mundona juve mi ju largu pi zjarrit. Qysh një njeri mundohet insektet mos me rënë zjarr, edhe unë mundona juve mi ju largu pi zjarrit. Do të thonë, që ky është hadithi që e kuptojnë anëse pejgamberi alayhis salam me mishë me shpirë. Jo vetëm atij I cili s'ka qenë besimtar I mirë, po edhe atij I cili nuk ka qenë jo besimtar është mundu mi ajalltu që kujdes për zjarëmi xhenemit. Do të thonë, kujdes se nuk bota I gare me zjarë xhenemit. Mos mendoni zjarëmi, xhenemi edhe një të keq që e kena bose ne, si ti përsërit na disa fjalë shpesh xhenemi dhe menojna sa kur të xhenemi. Pasha Allahu mos na mundsoft as syt mos më apo xhenemit. Jo me na shty brenda ja Rabbi. Muhamedi alayhis salam, ky hadith është I mirë njohur mesin e xhamatit, çau shumë për umetin e tij. Për shembull, transmeton Abdullah ibn Amr, thot një ditë Muhamedi alayhis salam I lexoi fjalët e pejgamberit Ibrahim dhe fjalët e pejgamberit Isaut alayhis salam, do të thonë duke I lexuar disa ajete, të cilat janë ajetet ku thonë këto pejgamberët të mëdhojt Zotit. Nëse I do ato, do të thonë ata janë vërtet robërit e tu, e nëse u afal atyre, s'këshire,
Se mundet Allahu Azza wa Jall me dënu edhe pse ti je musliman I mirë. Ama kështu shka thotë Allahu Azza wa Jall. Do të thonë një pi pejgamberëve të Zotit, Isa dhe Ibrahimi alayhis salam. Nëse I dënon ato janë robërit e tu. Ama nëse ja u fal atyre, I fundi ai pjesa e fundit ai është ti I gjithë mëshirshëm. S'mundesh mi thonë ti Allah pse të më dënua Allah. Para mendoj një skem para Allahut Azza wa Jall. Jena para Allahut Azza wa Jall. Edhe që ti ki vepra të mira kejt, edhe Allahu Azza wa Jall shtin xhenem. Çish mundesh më mbrojt aty? A ky e gjykat, do të thonë mua ankua? Ku do mua anku? Ku do mua anku? E kuptoni? A shihni se sa I na rahat ka kjo pjesë. Për shembull mundet një gjykat me të bëti pa drejtësi dhe shkon ankohesh në Strasburg sem për me lip drejtësinë. Ta Allah Azza wa Jall me të bëu Allah pa drejtësi ku ankohesh? A keni meru në herë çfarë ajo? Kur s'ki ku mua anku? Çka I bie kjo? Për Allahu Azza wa Jall çdo njëri prej neve kena mendim të mirë. Se Allahu Azza wa Jall asnjë atom nuk bën pa drejtësi. Do të thonë, ne li me kuptu drejtë se Allahu Azza wa Jall asnjënit për robëve si ban pa drejtësi. Për që ata nëse diskutojnë a shka nëse Allahu na ban neve pa drejtësi. Jo, Allah I kërkujt si ban pa drejtësi. Allah është I gjithë drejti. Do të thonë, kjo është si mesele me kuptu ma drejtë se ne elhamdulillah që e kina Zotë Rabbul Alaminin. Edhe vazhdon ajeti kuranor deri se pejgamberi alayhis salam për lexojë këto ajete I çoi durt edhe tha ummeti o Zot ummeti jem para me do ka kajt në çeket do të thonë tu bo ummeti ka kajt Resulullah alayhis salam çat shumë sa që Allahu Azza wa Jall I thot Gjibrailit. Kur I thot Gjibrailit shkoj ja Gjibrail edhe pyet thot Muhamedit thot pse është duke çajt alayhis salam. Allah je di ke pse ato çajt, ama e çajke veç për arsye. Shka Gjibrail Emini e Muhamedi alayhis salam ja kallzoi arsyen, edhe u kthyi mi tregu Allahu Azza wa Jall, edhe përsëri I tha Allahu Azza wa Jall Gjibrail Eminit, Allahu Azza wa Jall I tha Gjibrailit, o Gjibrail, shko te Muhamedi alayhis salam dhe thuaj, do të kënaqi me ummetin tënd dhe nuk do të shkaktojmë trishtim. Do të thonë, që kjo hadith është një shpresë e madhe që Allahu Azza wa Jall vetëm hatri I Muhamedit alayhis salam që jena pjesëtarë e ummetit të tij, ka më na kshir me një sy ndryshe ditën e gjykimit. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam I lutej Allahut që t'i udhëzonte ata që kishin mirësi. Për shembull, transmeton Abdullah ibn Abbas se Muhamedi alayhis salam kishte thënë: "O Allah, forcoje Islamin me njërin prej dy Omerave." Omer ibn Hattabin edhe Omeri tjetër është Ebu Gjehli. Do të thonë janë kanë të fortë. Allahu Azza wa Jall e udhëzoi Omer ibn Hattabin. Që tu mujna me kuptu një sen tjetër dashur. Ajo që të mujna me kuptu në që këtë është që a keni pa dikush dhe një jo besimtar që ndoshta e njofna ka sjellje të mirë. A keni pa shumë subhanallahu është interesant me kuptu që këtë. Dhe një jo besimtar e ka një sjellje të mirë, fol mirë, kërkan se rrejnë, kërkan nuk e shan, kërkan se vjedh, dhe ta le lakmi sjellja ati, apo? A ki bodë njerë dua për çdo lloj muslimanve, për çdo lloj të jo muslimanve që do të thonë nuk janë muslimanë. A ki bodë dua me thonë Allah Azza wa Jall na mundsoje shka që ta pranojë filani I biri filani, do të thonë ta pranojë Islamin. Do të thonë është një poentë interesante që ne mundna me kuptuar vazhdimisht se ne lip me bë dua, do të thonë për shka lip me bë dua që ta pranojnë Islamin vazhdimisht. E Muhamedi alayhis salam u lut për nanën e Abu Hurairës. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu ku thot vazhdimisht e thirrsha nanën time. Subhanallahu, Allah ju zoft nanat atyre cilët se këtyre që kjo hadith nuk është vetëm për një kategori që nanën e ki jo besimtare. Që kjo hadith është edhe për ato cilët nanat e veta s'kan bulis. Që kjo hadith I pejgamberit alayhis salam është për ata cilët edhe nanat e veta nuk e falin namazin. Do të thonë transmeton Abu Huraira ku thotë se vazhdimisht I folsha nanës time, thotë për ta pranuar Islamin kur ajo ishte mushrike, do të thonë nuk e besojke, do të thonë Allahun Azza wa Jall dhe pejgamberin alayhis salam si dërgum të fundit, një ditë më tha diçka të keqe për pejgamberin alayhis salam. A xhelozoni hiç kur shahot ndonjëherë dinja Allahut, as xhelozoni hiç. A dhem çto mrejna atë giligici çajo. Do të thonë, nëse të giligica do të vran diçka mrejna, ç'kjo është shenjë shumë e mirë që Allahu Azza wa Jall ta ka dashuruar kanë dinin e Allahut kur ti cëno dinin e Allahut. Edhe Abu Huraira shkoi te pejgamberi alayhis salam edhe e informoi. Subhanallah. Shok te pejgamberit alayhis salam e informoi më herë. Edhe masi e informoi pejgamberi alayhis salam nuk tha kur gjon këtë rast, derisa Abu Huraira I tha: "Ja Rasulullah, lutë Allahun, pash madhërinë e Allahut, lutë Allahun që Allahu Azza wa Jall ta udhëzojë anën time." O dashur, disa është me rëndësi çështja e lutjes, çështja e duas. Nuk është muhabet çështja e duas.
Në moment pejgamberi alayhi salatu wasalam i çoi dur dhe tha: "Ja Rob, udhëzoje nanën e Abu Hurajras." Edhe Abu Hurajra po kthehet në shtëpi. Kështu në sa interesant, kthehet në shtëpi dhe në moment kur shkon te shtëpia, e sheh që dera mshet. Edhe i bie derës, nana vet i thot: "O Abu Hurajra, çndro ti ku je? Prit." Edhe në moment e nin zonin e ujit. Do të thonë që është duke bërë tush. Edhe mas i del, ja hap derën edhe i thot: "O Abu Hurajra, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përpos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i tij." Çka mundna me kuptu për çti hadithit? Për shembull, çka mundna me kuptu? Kur e lexosh këtë hadith, se trajta e hadithit është trajt që tjetë me kuptu se një lip me bode dua, dobit hadithit. Për shembull, 2 lip me kuptu se ne lip mu gajlos për familjarët e to, sidomos për ato ta fërmit që se pranojnë islamin, ose nuk janë në fe, ato janë me emër Hasan, Hussein, Muhammed, Ali, ama nuk janë për shembull 5 vakte namazdi. Çka lip me bode në këtë rast? E para është a gajlos është ti që nëna jote, motra jote, gruaja jote, çika jote nuk e ka shamien. A gajlos është? A gajlos është pasha Allah. Do të thonë Ebu Hurajra u gajloske për nanën e vet. Ne s'po thojna që situata e nanës të Ebu Hurajras është sikur situata e naj motras tane, gryjes tane, çikës tane që s'ka mbulesë. Nuk e kam këtë trajt. Po poenta është, a ban dua ti që Allah azza wa jall ta udhëzoje motrën tane, nënën tane, gryjen tane? A ban dua? Për shembull, a ban dua ti kur e sheh një familjare tanën edhe mi fol asaj pa dhe me po dua që Allah t'ja mundsoj mbulesën. Ne e di, është dvoj interesant që nuk e mban mbulesën, e zë normale se non stop sheh pa mbulesë, edhe duket normale. Abnormale është mos me pa mbulesë. Nuk është punë e vogël mos me pa mbulesë. Vallai nuk ka punë e vogël. S'po du me potencua dithe se shka do me thonë një njëri huj mi apo një kimet flokus, një gryës qeter. S'po du me tregu këtë rast. Është kërcënimi madh. Do me thonë, tiri me gajlos vetën si besimtar, kërshi kësaj kategorijet njerëzve që hala nuk e kanë islamin ta më të mishrum me trupin edhe ashtin e vetë. Për këtë arsye dashur besimtar, që tullit me pat pak më atej për kujdes. E Muhamedi alayhi salatu wasalam e delegonte dikan për t'i mosu muslimanët e ri. Do thonë, e delegonte, e çoi ke dikan. A jena interesu në i herë me gjithë në i davetgji, në i thirs, ose dikan që mi thonë, o filani, biri filani, shko thire filani për në din të Allahit. Valla pak ranë qëto. Transmeton e Enesi radiallahu anhu, se disa fise, si fisin Thaukan, Usajjeh, Benu Lahjan, disa fise botën arabe, shkuan të Muhamedi alayhi salatu wasalam edhe pretendun, thonë se e kina pranu islamin. Edhe në moment, kërkuan mbështetje, do të thonë kërkuan mbështetje kundër popullit të tyre. Do të thonë ishin mesin, kjo është interesant kjo çështje. Kanë shku shumë të rritë e pejgamberi alayhi salatu wasalam, ama populli vetë është bërë kundërshtar se këto e kanë pranuar islamin. Edhe në moment kërkuan mbështetje prej pejgamberit alayhi salatu wasalam. E këshire pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë mbështetje jep? A jep ti dikujt mbështetje që shtu kur të lip për me mbrojt fejen e vet? Në moment Rasulullah alayhi salatu wasalam i dërgoi 70 ensar me ata. Çka dërgoi? Ai dërgoi do djem të ri që kur gjos dishena. Jo, i dërgoj burat më të mirë që i kishin në mesin e vet. I dërgoj recitues të mirë të Kuranit, i dërgoj hafizat Kuranit, që derisa kishte zbrit Kurani deri në çat ku, ato vetë se e kishin memorizuar. Çoj njerëzit që e dishin më së miri licbatimin atyve urdhrave të Allahut azza wa jall. Do të thonë, ja unimoj ke Rasulullah alayhi salatu që mos mu bë pengesë. Për çka? Mos mu bë pengesë për ta kuptuar edhe për ta mësuar dinin e Allahut azza wa jall. E Muhamedi alayhi salatu e duronte këtë sjelljen atyve. Transmeton Xhabiri radiallahu anhu se Muhamedi alayhi salatu wasalam realisht erdhi njëri te Muhamedi alayhi salatu wasalam në Xhirane, e kena tregu Xhirane është mes Mekës dhe Medinës, derisa po kthehej nga Huneini, thot në ato çaste Bilali po e mbante disa argjent. Edhe pe mojke në dorën e vet, ose me një transmetim tjetër thot në petkun e vet, e mojke disa argjent. Edhe në moment pejgamberi alayhi salatu wasalam po ja merr dhe po ja u shpërndon njerëzve. Që tu është një mësim shumë që ne nuk po dina të njerë sjelljen tonë qish me mishru me sjelljen e njerëzve që gabojnë. Janë të ri në islam, nuk e dinë mirë. Në moment pejgamberi alayhi salatu wasalam po shpërndon për argjentit që e ka, edhe njëri e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i tha: "O Muhammed, as-sallallahu alaihi wasallam", nuk i tha. I tha: "O Muhammed, banu i drejtë." Para mendone, me ardhë dikush mi thonë,
Me na thon dikujt me thon, fëmia me thon babas banu i drejt. A prekësh? Fëmia jot me thon ti kur të shkon dash ti, banu i drejt. A ishe prek? Valla ishe prek. Valla, dhoni isha prek. Po shkot pi thon, një musliman që sa po i kishte pranuar Islamin, o Muhammed banu i drejt. Pejgamberi alayhi salatu wasalam mujke atina me leju, që është transmetohet që Omeri ka thonë, ja Rasulallah, lejum të avras më njerë. A ta qështu, dhe të avras. Së mundë dikush me jakti fjallën pejgamberit a.s. Po në moment Rasulullah a.s. i tha, mirë për ty, mirë për vetën tonë, o ti musliman, që ti me ndonë se nuk ban me drejtësi dhe nuk ndonë me drejtësi Rasulullah a.s. Nëse unë nuk ndoj me drejtësi, kush ka me ndonë? Nëse unë nuk ndaj edhe nuk e jap qatë që ka e meriton, kush ka me dhonë? Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot, nëse unë nuk jam mesin tuaj, edhe nëse nuk do t'isha në mesin tuaj, ju ishit shkatru. Kur e përkthejnë që këtë hadith, disa djetarë thojnë, nëse ka munges hoxhallarëve dhe djetarëve me një vend, ka shthurje të madhe, s'munat mu ka një vend, zene kështu, mu ka në shkupi, edhe mos me pat asni hoq, asnja, kërkon, a me ndoni, nëse si shte ka asë një hoq që shkupit i kështë ardhë Lagapi edhe emri me kja Balkanit, e kështë ardhë. Jo be i kështë ardhë Vatikan i kështë e bu. Kishin lullëzu kishat, kishin lullëzu ateistat. Që kjo pjesë ashe, kër ka në mesin e një vendit hoxhallar, djetar, kjo është një alamet shumë i mirë. Alamet që ti të banë me kuptu se ti malet e ki jetën. Elhamdulillah që baballarët e hoxhallarëve kanë sakrifiku bite e vetë për mi qu kurbana e mësu dinin e Allahut. Do të thonë, thoni elhamdulillah, ju që si keni qu, inshallah e çoni nëse keni dëni fëmijë hala të vogël. Ju që si keni qu, do të thonë, lutni Allahun që Allahu azza wa jall ti binde, do të thonë, me nai inspirim që me qu hoxhallar se po ju tregoj një informacion te çka pjesa që u ndalën. Në orën e Dervenit, e dini që dona Dervenit ku është. Kanë krizë të hoxhallarëve momentalisht. Kanë krizë, çasi krize që lutën me ardhë pi shkupit, me shku hoxhallar atje me majtën, do të thonë ligjerata, jo veç ligjerata Ramazani, po foli ligjerata në ditën e xhumo ose në ligjerat tjetër ose imam. Para mendone, ndërven është medresja Isabelët. Çati nuk dalin hoxhallar. Çati e kanë nuk dalin hoxhallar. Do të thonë ka krizë të hoxhallarëve. Mos e kishni vetë shkupin në qytet, që elhamdulillah lulëzojnë më tepër. Do të thonë ana Dervenit ka krizë të hoxhallarëve. Do të thonë po folna që me ka përci dhe një 15-20 vjetë, kanë me ardhë hoxhallar pi jashtë, me shku mi qumë jo mu xhamiat. Do thonë, tjena të vetëdishëm për çka situatë. Thonë, habe se s'peqojnë e fëmijën tenë. As ti mos e qo, as unë se qoj. Po kush e qon atë? Kush e ban fëmijën e vetë hoq? Kush e ban kurban për din të Allahit? Kush e ban? Kush e ban që fëmija vetë mu lodhe dhe mësu din në Allahit? Kush? Ama gjeni të një njëri. Ja, i ki, une jo. Pse në Shkup jam pak ma tepër, në kriz ka, në këtë Maqedoninë, kriz ka. Me informacion të sakt. Do thonë ka xhamia në për Maqedoninë lindore që bin pi Turqie imama për mi mush xhamia të kërkush çka hoç. Ose e ka sos me drecën, e ka sos hatri babës edhe se vazhdon. Se vazhdon hoxhallik. Për shembull kondove kanë sos 20 edhe këtë kanë tru drejtimin. Këtë. Asnjë nuk vazhdon hoxhallik. Për këtë arsye do lip mi bind fëmijët që me dash dinin e Allahut edhe me studiu dinin e Allahut azza wa jall. E dash vëllezër besimtar. Në mësim që mund na menxit pi pjesës parë hadithit që e tham është mos u çuditni prej disa fjalëve, disa trive që udhëzohen fillim. Për shembull, ato që udhëzohen fillim, ato që janë kanë ekstrem, dojnë me hin ekstrem. Ne lip mi mësu pak edhe merrem shtruar, edhe mos e kap fejen më një herë komplet ta mësojsh. Smulët nuk mësohet feja më një herë. 600 libra për një ditë, nuk shkon. Ka maskoje. Lip interesoj ka pak, ta mësojsh dinin, ama jo më një herë me mësu këtë fejen e Allahut azza wa jall. Smulesh me mësu. E pejgamberi alayhis salam ishte i kujdesshëm, ka shikujt, ka shini, do të thonë, ka shini gjeneratës që e pranojnë Islamin fillim, kjo përktheja tenes kur ato që udhëzohen fillim. Do të thonë, janë kanë devijum, këtë nuk tekçia dhe janë udhëzu. Elhamdulillah që janë udhëzu, ama mos e mirë në fejen më një herë, di? Në tërësi me thonë, e mësova këtë. Këtë temat, këtë debatet e dilin mi marë. Ka ulema një debat që ne kanë qu dej në qështë tjetës vetë me 10 vite të debatu, e jo çdo njëri prej neve me mësu. E Muhamedi alayhis salam i ofronte zemrat e atyve pranë Islamit përmes pasurisë dhe trajtimit të mirë. Çu është, do të thonë, hadithi i Enes ibn Malik ku e transmeton se thot pejgamberi alayhis salam që pa të ardhur një numër i madh te pejgamberi alayhis salam i njerëzve derisa ja u dha dele ju ipke. Vele transmetohet me transmetim se thuhet se ka ardhur njëri në shenjë provokimi. Kur dëmi provokuar Resulullah alayhis salam.
Edhe vjen edhe i thot, a më jep diçka? Edhe jep pejgamberi alayhis salam, edhe niçka lugin mes dy kodrave, ishe dele, ke dele. Thot, ke dele të kofshin tuat. Edhe jep, edhe ki merr dhe shkon te fshati vet. Edhe thot, o popullje, thot besone Muhamedit alayhis salam si profet fundit, se ai gajle nuk e kishte pi fukarallëkit. A ne, mas shumë ti pishkaj tutmi. Vallahi pi fukarallëkit tutmi. Vallahi tutmi që kam darrok fukarallëkit. Allahu azza wa jalla çe për shumë Kur'an, thot shejtani ju frikson prej shkajt, prej fukarallëkit. A di pse të frikson? Se ti ki parë në xhep. Ki parë në xhep. Ama tutesh, a di pse tutesh? Se ha mos po vi. Allahu azza wa jalla njapi mësimeve të Ramazanit, edhe të ligjëratave tona është që me të jek çto mendimet. Mos u tut pi fukarallëkit. Mos u tut. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Mos u tut edhe mos vetë shumë për rrezikun. Mos e ke shumë gajle, ne të furnizojna. E dashur vëllezër besimtar, Enes radiallahu anhu thot, kishte disa prej muslimanëve, kishte disa prej muslimanëve, po në këtë rast prej jo muslimanëve. Që janë ka një musliman që kanë hyrë në Islam, edhe janë ka jo muslimanë dhe ju ka dashuru pasuria dhe kanë thonë, pe pranojnë Islamin që të fitojnë parë. Edhe kanë pranuar Islamin. Ama në moment kur e kanë pranuar Islamin, dashuria për dunjon ju ka hub, dashuria për Allah ju ka shtu edhe këtë pasurin ato e ka lënë për Allah. Do të thonë, njerë ka pot njetin e keq, pse me hyrë në Islam, ama sa ne këtë njetin e vet e ka ndryshu. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam tha një ditë u jap Kurajshëve, do të thonë Kurajshitëve, që t'i afroj me Islamin, sepse ata rishtazi kanë dalur nga xahilieti. Do të thonë, ato njerëzit që do m'ja forcu zemrën, dinin e Allahut azza wa jall, lejohet Allahu azza wa jall kur e përshkruan kategoritë e zakatit, thot edhe një kategori është e zakatit që mundesh me ia dhon për m'ja forcu, do të thonë zemrat e veta ku dinin e Allahut azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam i sihariçonte, do të thonë me falje, ato që kishin bëhet këqija para Islamit. Çto e kena në mësim para ato që thonë, e di çka kanë bënë të kaluamën, ama fal Allahu azza wa jall. Muhamedi alayhis salam i tha Amrit, është një hadith i gjatë, por unë vetë po tregoj, do të thonë fundin e hadithit. O Amr, jepe zotimin Allahut azza wa jall se Islami këtë kaluamën tonë shka ta fshin. Çfarë mësimi kena te kjo? Për shembull, disa tutën, disa tri, ose disa pak më shumë, tutën më udhëzu. A di pse tutën më udhëzu? Tutën me hien dinin e Allahut se apo ma fal Allahu azza wa jall, apo ma fal Allahu azza wa jall. Do të thonë, është një rregull e artë, do të thonë shariatin e Allahut azza wa jall. Në momentin që ti veç udhëzohesh, edhe veç pendohesh, ose veç hyn dinin e Allahut, tamam, udkhulu fi silmi kafa, hyni fe tamam, ti veç hyn fe tamam, Allahu azza wa jall këtë kalumentare. Bile dietar, dhe çka thoj? Edhe nëse ki punu me pare haram, që ato parët në moment që ti hyn fe, total parët bën halal. Do thonë, këtë gjunat e tua të falen. Për këtë arsye mos nguro me hyn dinin e Allahut azza wa jall. Do thonë, edhe ti i cili paresa të kanë mbulu gjunat e tua, të kanë mbulu gajlet e tua që a mi fal, as mi fal, hyn se ne i përsërit nga disa sene që hyn mos u tut edhe mos e baj shumë gajle, hajde hyn dinin e Allahut azza wa jall, se kret ki mu bue 0-0. Do të thonë me shka me gjunaje, e me se vape vetë sa ti mundesh me vepru, Allahu azza wa jall kam i të shënu. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam i ndihmonte edhe i inkurajonte sahabët, do të thonë shokët e tij, që t'i ndihmonin ata. Këtu nuk du me treguas një hadith se ka tepër hadithe, du veç një mësim me nxjerrën, do të thonë piqësoj titullit, do të thonë të librit, cilin njëra duke e shpjegu, do të thonë gjatë Ramazanit. A e keni një herë në e kanë, për shembull në i hoxha, e keni një, nëse e keni një, mi informoni për këtë pjesë, që i merë edhe i mëson xhamatin se çish do xhamati mi u fol atyre të cilët kanë bashkëpunëtor, punëtor të vetë që janë musliman. Për shembull, a dini se ne, si hoxhallar, e kemi edhe një obligim shtesë. Ne li me mësu xhamatin se çish li musil punën e vet me ato të cilët janë musliman, që më u dashuru Islamin. Vallahi ne çto hiç munojna. Hiç, e kena Allahun lart. Illa men rahimallahu. Veç kanë kam shiru Allahu azza wa jall që punon që ke drejtim. Shumica nuk punojnë këtë drejtim. Do të thonë, ne lip mu kam për atyve që lip me fokusu vetën tonë, edhe lip me pot një qasje që a i qëfar qasje li me pot në këtë rast, që hoxhallarët mi kriju 10-15 tri, 10-15 bura që mi mësu se qysh me bot davet me kanë me jo besimtar, edhe me ato që ndoshta mundën mu këthin dinin e Allahut azza wa jall, edhe me pranu dinin e Allahut azza wa jall. E Muhamedi alayhis salam i urdhronte ti mësonin tjerët nga çka, për shembull, a ki mësuti sot në xhami këtu?
Se ne e kena një dallashtëllok pak si të madh. Pe ripër sëriti që kete, di pse? Se ne mësojnë në xhami edhe kur gjos ju kallzojnë atjerve. Për shembull, transmeton Malik el-Huwairith, thot shkuam te Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe ket ishim të ri. Thot qëndruam 20 ditë te Resulullah alayhi salatu wasalam. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam e pa se neve ja ka nisme na mungue familjarët. Edhe na veti, a të mungu familja jote? I tha shpoja Resulullah, tha, shkoni te familjet e juve edhe kështu shka ju tha. Tha do të ishte mirë të ktheheshet te familjet e juve dhe në vendin e juve dhe ti mësonit edhe ti urdhnonit që ata që ta farin namazin në kohën e caktuar, do thonë që e ka kohën e vetë namazi, kur të vi kohë e namazit, njëri prej jush, le ta thirrë edhe ezanin, edhe më i moshuarin ndër ju, let ju prije në namaz. Që tu një mësim, e Sidi edhe Ibn Batal, kër e kanë zjerë, e diçka i bje kështu. O ti xhamatli i cili qëtu i në xhami. Edhe që sefte i keni do informacione të reja, disa titurit të reja. Pse privon familjen tane, qa ka e mëson xhami, mos m'ja kallzu kryes tane, familjes tane, nanas tane, ose fëmijëve tu, pse privon? Pse shkat mësojsh në xhami? S'po folën veç Ramazan, se Ramazan e namazan, këtë e vlijojnë avë. Inshallah për i na bojë dhe e vlijojnë realitet. Po kur e kuptojnë kështu drejt, pse për shembull ditën xhumë, mesazhin e ditës xhumë që e ngon çdo javë, nuk shkon m'ia transmetuar edhe shoqës tane. Pse? Pse e privon gruan tane pi të mirave që më dëgju çka ka fol imami? Sot është lecu se ngon telefonun, e di shumë letë është ama. Po e ta është, nëse gruaja jote nuk është shumë që ngon derse, nuk është e kapë shumë asdinit, qatë që ka ngon xhami, shko transmetoja. Mos po tëmë se ti se ma me ndersin, se ju kësha sfidu, hajde të më dale dikush të më kalzoje që kam folë dhe i tash. S'munët asnjani, ne s'kina që si mba mendjet madhe. Po po e ta është 3-4 pika që i ki mojt men, shko gruas tane, ja kallzon. Shko fëmijës tane, ja kallzon. Shko motrës tane, babës tane, kanë ta kishë shpi, ja kallzon si informacion, si dije që edhe ta mirë shpërblimin e shpërndarjes, edhe ta mësojnë diçka familjen tane. E Muhamedi alayhi salatu wasallam kur dikush bëje musliman, i kërkonte të heqe gjithçka, do të thotë të heqe dorë nga gjithçka që bie ndesh nga Islami. Për shembull, transmeton Dhahak ibn Fayrus se babai i tij e kishte dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thënë: "Ja Rasulullah, unë e pranova Islamin, ama jam i martuar me 2 motra." Për shembull, e ka marrë njënën, edhe ja ka marrë edhe motrën. Do thonë me 2 motra. Pejgamberi alayhi salatu wasallam më një herë thotë shkurorzoje njënën pito dijave, cëllën dush. Pse i tha kështu? Se është ndaluar mi martu 2 motra. Edhe këtu çfarë mësimi nxjerrën? Te çka hadithi pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kur ti shën fe, mos thuj feja sipas shefit tem. Po jo, nuk mundesh ti me drejtu feja që shki qefti. Feja drejton që shka qef ajo. Nuk mujna ne feja me shti rregullat e jetës teme. Unë e hyrë rregullat e fejas, do thonë me jetën teme. Do thonë ne ndryshojna vetën tonë që shlip feja. Se shka kush, nëse ishte ka feja, që shdojna tekët e njëni tjetërit ta. Nëse këshmi dash ne me vepru që shlip nga njëni tjetëria, po pasha Allah ne këshmi bo mu shmull feja. Do thonë, e kishmi bohe me 700 kombinime, do thonë pak tu, pak ati. Jo me altan, feja që kjo. Ti, a do me hiq këtë që ka lëv, nuk do hiq mësi. Që kjo feja, ti së më me thonë, valo, pse po unë kam qef i marrë 2 motra. Po ti ki qef për ki jara, po unë kam qef, po ki mu gjengë gjene për këtë besele. Së më me thonë kam qef këtu. Ki qef, a ti ku ki qef? Do me hongë, në shpijën tane qështu ahaz, do me hongë, e ha këtë ceni tjetër. Për këtë arsye, këto e në ato mësimet që i marrëna, edhe 2 pikat e fundit dashur besimtar që i kena të gjëratës është Muhamedi alayhi salatu wasallam i urdhënonte ata mi përmbush do të thonë kanë mi përmbush zotimet. Sot e jep një zotim, nesër që e haron edhe që e trafton nga i lese ki. Për shembull, këshirne që ka transmeton Omer radiallahu anhu. Thot Omer radiallahu anhu se i kështë thonë pejgamberit alayhi salatu wasallam, o i dërguari i Allahut, para islamit, para mendoje, zotim para islamit, para udhëzimit. Thot, para islamit u zotova se do të bëj itikaf ku një natë Mesjidul Haram, do të thonë Mekën e dashur. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, përmbushe zotimin tant. Kur e komenton Ibn Hajar al-Asqalani këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasallam thot, çdo zotim që e ke dhënë, edhe nëse është i mirë, zotim i hajrit, thot edhe nëse e ke dhënë para udhëzimit, para islamit, thot detyrohesh me përmbushën në islam. Ama jo me dhënë zotim unë e kam e bo dhe një haram të madh, kam e bo dhe një krim, edhe me thonë unë e kam e majtë në zotimin. Ja. Këtu pendohesh më njerë. Kjo është haram i madh, veç me mendu me bo dhe një krim, jo me realizu. Ne po folna për zotimet e hajrit. Dhe dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk i lejonte ti prishnin marrveshjet. Çka hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam pak është i çuditshëm. Transmeton Abu Rafi
thot kurejshitët më dërguan si delegacion te Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe posa e pash, para mendo, posa e pash atë Muhamedin alayhi salatu wasalam, Ebu Rafi m'jau tregu kështu ma thjesht, transmeton se ka shku te pejgamberi alayhi salatu wasalam si delegacion. E dini çka është delegacion? E ka delegu për me shku me folën për shka për din të Allahut azza wa xal. Edhe në moment kur e sheh Ebu Rafi, e sheh pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot çaq mu dashuru për Allahut azza wa xal Islamin në zemër sa që e pranova Islamin. Do thonë, mund jam ndryshova. Kush e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam me zemër të pastër, vetë se e ka pranuar Islamin. Edhe në moment pi thom Resulullahit alayhi salatu wasalam, o i dërguari i Allahut, nuk do të kthehem kurrë te mushrik, te kurajshitët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, unë nuk e prishi marrveshën, as nuk i mbaj deleguarit. Këshire, ai po thot, unë se kam pranuar Islamin. Jo, unë se prishi marrveshën, ktheu përmes, edhe ky njeriu, do të thonë, kthehet nga ka ardhur, thot, por nëse e ndjen edhe në Mekë kur tish te kurajshitët, e ndjen çka je duke e ndjen tash te unë, thot, kthej, unë e kam pranuar. Edhe ky shkon në Mekë, e sheh që Islami shumë më ndryshe ndjesin, çka bën vendos mu kthit e pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe këtu e kena ne mësimin e fundit edhe dashur Allahu azza wa xal që me këtë e përfundojmë. Kjo fjali është, do thonë dietar, sidomos Ibn Kathiri e ka komentuar çeket, ku thot unë nuk i prishi marrveshjet, sot thot ka krizë të madhe, para më do për kohën e vet, jo për kohën tonë. Sot jo krizë të madhe, sot teshka sostoj do thonë krizë, gjendje alarmante të prishje e marrveshjeve. Vallahi billah, gjendje alarmante të prishje e marrveshjeve. Ti e ban kontrat diçka e plafin, hiçve as se ka gajle që ta prish tafin. Për shembull, dikush thotë unë e la gruaje. Kur e ki marrë gruën tonë, ki bo akdun nikah, ki bo marrveshje ti çajt, apo? Po çish mundesh me prish ti marrveshje të slet? A e di se çdo kush që e prish marrveshjen ka sanksione. Por çefti s'u prish marrveshje, vallahi kam çef si jam burr, po i e burr po, djegësh pak. Djegësh, e kupton? Djegësh edhe në dunja dhe në ahiret. Për këtë arsye dashur besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasallam këto i kishte ato raportet me muslimanë të ri, edhe ne u mundum ta përshtatemi pak për ato devijum që janë udhëzu, do të thonë, të udhëzuar të ri, se çish mi trajtuar për shembull kur i kena në mesin ton, unë lut Allahu azza wa xal që Allahu azza wa xal të na përmirëson mua dhe juve, lut Allahu azza wa xal që Allahu azza wa xal na mundson që të jena më të xhairit me muslimanë të ri edhe me të udhëzuar të ri, dhe lut Allahu azza wa xal që Allahu azza wa xal na i fal gabimet e mia dhe të juve, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.